Ermal Dinaj ka 11 vite që ushtrohet në sportin e kickboksit dhe për të, çdo vit ka sjellë një hap më afër arritjes së majave të suksesit. Pjesëmarrja e tij në kampionatin botror të kickboksit në Gjermani ishte një mundësi për të testuar aftësitë dhe për të treguar se përkushtimi dhe puna e palodhur sjellin rezultate të jashtëzakonshme. Ushtroj këtë lloj sporti kickboks dhe e kam me shumë pasion dhe qef dhe dëshirë. Ndeshjet e mia kanë qenë vit pas viti çdo ndeshje dhe më e mirë, sipas stërvitjes. Unë kur bëj këtë sport jap maksimumin tim. Ky sport e largon nga veset e këqija dhe të jep disiplinë. Kur s'vin në stërvitje, më dihet boshllok që them zvajta në stërvitje. Ndeshjet që morën pjesë tani së fundmi që botror në kickboks. Atje zhvillova 3 ndeshje, të cilat fitova 3 dhe humba të fundit të 4-tën, zura vendin e 3. Ishte garë e fortë? Po, shumë e fortë, kishte shumë pjesëmarrës të fortë. Unë ndesha me 3 shtetet ndryshme, me Hollandën, me Meksikanët dhe Italinë. Dhe humba me Belgjikën, mosha 15 dhe në 17 vjeç, minus 70 kg. Pas suksesit të tij të fundit ku arriti të sigurojë vendin e 3, Ermal Dinaj ka nisur përgatitjet intensive për ndeshjet e ardhshme. Ai thekson se kjo është vetëm fillimi një rruge të gjatë dhe se çdo fitore jep shtysë të mëtejshme për të arritur majat e suksesit. Qëllimi im është që të ul kategorinë, unë jam minus 70, duhet vetëm minus 60, të ul kategori sepse lojtarët janë më të fortë në këtë kategori që jam unë tani dhe kur të ul kategorinë mund të jem pak më të dobët dhe të shpresojnë të zënë vendin e parë. Po ashtu, të tjerë emra të njohur të sportit të kickboksit, si Hysén Kroj dhe Daniel Tosuni, që gjithashtu morën pjesë në kampionatin botror, e shohin këto mundësi, një motivim të madh për të vazhduar përpjekjet e tyre dhe për të arritur fitore në të ardhmen. Që të marrësh pjesë në atë kampionat, gjithmonë je fituar, pasi është kampionat botror dhe marrin pjesë tëra shtetet. Ky event ishte pothuajse me 3000 sportistë nga tërë bota dhe dihet që ai ka të tërë sportistëve, pra që sportistët më të mirë, dhe të marrësh pjesë ishte një kënaqësi në fillim dhe mësuam shumë nga ky event. Kategoria ku mora unë pjesë, që kategoria plus 18 vjeç, ku mosha mund të arrinte edhe deri në 30 vjeç dhe minus 70 kg, që një kategori shumë e karikuar, pra kishte shumë sportistë, që jem 30 sportistë në atë kategori dhe unë arrita deri në 8 që në fundit, pra deri në çerek finale, ku ndesha me një djalë nga Belgjika, me shumë eksperiencë po dhe ai, po që ndeshja që shumë me afër humbu me pikë. Mbase qenë dhe emocionet që na ndaluan që mos t'jepni më shumë më të mirën, por gjithsesi jemi të kënaqur pasi fituam ndeshje, mësuam që kishte shumë sportistë të tjerë, kishte shumë njerëz që po merren me sport dhe janë shumë të fortë. Që herë e parë që marr pjesë në aq event të madh në botrorin e kickboksit në Gjermani, ku isha 9-14, tek mosha 14 vjeç, 60 kg, 60 kg. Ishin 60 sportistë që morën pjesë tek ajo. Humba ndeshjen e parë, po do rikthehem vitin tjetër më fort dhe më i fuqishëm për të marrë vendin e parë. Sa i rëndësishëm është ky sport dhe çfarë do thotë sporti kickboksit për ty? Ky sport është shumë i rëndësishëm për mua, dua të jem më i miri në kategorinë tim. Për trajnerin Klodian Tosuni, kampionatet si ky janë një sfidë e madhe, por gjithashtu një mundësi për të motivuar sportistët që të vazhdojnë të punojnë fort dhe të shpresojnë për arritje të radhës. Skuadra shqiptare që u përfaqësua me 6 sportistë, 3 qenë nga Gjirokastra, të Mit, dhe 3 qenë të Vlorës. Fituam një çmim, vendin e 3 në kategorinë minus 70 kg, 15 vjeç. Për neve që hera e parë që u prezentuam në një vend kaq të madh dhe në një garë profesionale kaq të madhe, shpresoj që vitin tjetër na kanë ftuar domethënë në Dubai, shpresoj që të bëjmë shumë herë më mirë dhe të kemi edhe akoma më shumë pjesëmarrës domethënë ato ndeshje. Ky që një mësim shumë i mirë për nxënësit e mi dhe shpresoj që të mundemi më shumë akoma të garojmë në evente të tilla, sepse këta mund të jenë shumë të mirë në evente më të vogla, siç ndeshemi në hera në Shqipëri apo në vende më të vogla, apo në arena të mëdha emocionet dhe se si ndihen ndikojnë ndryshe dhe ata duhet të përgatiten më shumë psikologjikisht për këto arena se sa fizikisht.
Tosuni thekson rëndësinë e përgatitjes dhe punës intensive për kampionatet e radhës sipas tij. Çdo garë është një mundësi për të mësuar dhe për të avancuar, dhe kjo filozofi është ajo që i udhëheq më të mirët në këtë sport. Në Gjirokastër gjithmonë në rritje ka qenë numri i sportistëve për kickboxing. Është mund të themi mix gjini, femra meshkuj, nuk ka asnjë problem. Mosha kemi që 5 vjeç deri në 40 vjeç tani për momentin të regjistruar. Frekuentohet gjithmonë më shumë. Shikojnë që ky sport nuk është thjesht sport, po domethënë ka anën e përgatitjes fizike, përgatitjes psikologjike, i bën më të konfident për veten e tyre. Kemi tani se afërmi në datën 23 në Janin prap, kemi ndeshje kampionat kickboxi. Pastaj kemi prap në fund të vitit kemi ndeshje domethënë aktivitetin e Federatës të Kickboxit të Shqipërisë që e bëjmë çdo fund viti dhe çdo verë mund të themi. Gjithashtu në Dubai jemi në gusht. Sukseset e Ermaldinaj dhe shokëve të tij të ekipit tregojnë se përkushtimi dhe puna e palodhur çojnë në rezultate të jashtëzakonshme. Por të gjithë sportistët, ky është vetëm fillimi i një rruge të gjatë, ku çdo fitore është një hap më pranë majave të suksesit. Pjesëmarrjet në kampionatet kombëtare dhe ndërkombëtare janë një mundësi për të mësuar dhe për të avancuar, ku do të vazhdojnë dhe do përfaqësohen me krenari.